Cili është hukmi për një musliman ose muslimane që martohet me një mushrik, ose besimtar që martohet me një mushrik? Aleikum assalam wa rahmatullah. Nëse fjala për martesë, ajo është mushrik. Nëse fjala që ky e llogaritet ka martesë të ligjshme, kjo është mushrik. Nëse martesa është e ndaluar me mushrikun, qoftë ajo të femën ose moshkull. Dhe kushdo që e llogarit martesë të ligjshme me mushrikun, kjo është mushrik, kjo është kafir, për shkak se e llogarit të ligjshme atë që Allah subhanahu wa taala ka bërë pa ligjshme. Kurse nëse e llogarit që kjo nuk është martesë, po unë po bashkëtoj me të, po jetoj me të, është zinaqar. Dhe kjo është kuptimi i fjalës së Allahut subhanahu wa taala se zinaqarin nuk e marton kush illa zanin e mushrik, përveç atij i cili është vetë zinaqar ose është mushrik. Në komentin e këtij ajeti dietar kanë thonë nëse një musliman pajtohet me post e llogarit martesë legjitime me një mushrik, ajo është mushrik, është kafir, për shkak se e llogarit legjitime atë që Allah subhanahu wa taala nuk e ka bërë legjitime. Nëse se lër legitimitetin e saj, por megjithatë ka kontakte me të, është zinaqar për shkak se martesa me atë nuk bën lejuar, vallahu a'lam.